Për byrekun duhen 2 peta të freskëta, 7-8 peta të pjekura, 3-4 kokra vezë, gjalp 150 gram dhe 1 kg qumësht. Përzihen vezët. Shkrim gjalpin. Tek gjalpi I shkrir, shtojmë qumshin, 1 kg qumësht. I hedhim dhe pak krip. Dhe përzierja është gati. Lyejmë fundin e tepsisë me pak vaj, që mos na ngjisi peta, dhe vendosim njëra nga petat që janë të freskëta. Tani e shtrojmë, marrim petat e pjekura dhe vendosim. Mundohemi që ta mbulojmë gjithë sipërfaqen e tepsisë. Nuk ka problem se e thyhen, se kur piqen del mirë. Dhe tani hedhim lëngun. Dhe lejmë që të rri derisa të njohim pak petët për 10 minuta. Pastaj vendosim petën e njohur. Pasi ta ketë pirë gjithë qumshin, vendosim dhe petën tjetër. E spërkasim me vaj dhe fusim e pjekim në furrë për 40 minuta. Pasi e lejmë të ftohet, e ndajmë në copa dhe byreku me qumësh është gati për t'u ngrënë. Ju bëf të mirë!